Filloj? Ama fillojmë se s'pas kam nerva. Qa keti, pse je kështu si e më mërzitur, si e trishtuar? Jo, se më mërzitur, thjesht është një nga ato ditët që nuk kam fare motivim. Është normale që të ketë ditë që s'ke motivim? Në pamerak nuk je vetëm. Edhe unë në fakt kam shumë ditë që ndihem kështu e demotivuar, por unë kam një gjë që e fake shumë edhe nuk është se dallohet kur jam e motivuar. Rihanna ka thënë fake it till you make Të it. dedikosh shumë dhe koha, me sa kam vënë. Po, unë e kam shumë të vështirë, për shembull kur është koha me diell, jap kuptim ditës, domethënë më rrezaton energjia pozitive, ndërsa kur është shi jam kështu si e vdekur, nuk marr frym, nuk merr frym. Nuk e di, Jo, është shumë e urrej shiun. është vërtet keq ato tema se kur E urren shiun si Elita 5. E urrej. Jo, shumë vërtet keq ato tema se kur të bija i diellin fytyrë që në pikë mëngjesit, ta hap syt, edhe sikur je motivuar që të lyhesh, të vishesh bukur, të bësh një foto, një gjë kurse kur është kështu zymë. Ose si po se kur është dielli i bë dhe kompliment diellin, të ngsha syrin. Okej. Po përveç kohës, çfarë janë ca gjëra të tjera që bëjnë të ndjehen të pamotivuara? Unë se di për shembull, unë kur ndihem e pamotivuar, siç jam tjerë së fundmi, unë e kam kështu, duke me bukur ndërkohë që jam e pamotivuar të paktën. Okay. Kjo është it's a start, baby steps. Bravo. Unë e kam kështu që për shembull, unë kam nevojë të krijoj që të motivohem, dhe nëse nuk krijoj me masë, e kupton, nuk motivohem. Dhe më përpara kur kam qenë në shkollë, për shembull pikturoja dhe isha gjithmonë në creative mode. Edhe isha gjithmonë e motivuar, shkëlqeja duke qenë shumë e bukur. Pastaj në përditshmërinë time tani që nuk krijoj më aq shumë sa krijoja më përpara, më nis një ditë e motivueshme kur çohem në mëngjes me qef edhe bëhem e bukur. Dita mund të jetë shumë e keqe jashtë. Po thjesht dal pas yje dhe them sa të bëhem e bukur dhe gjithë dita shkon vaj për mua. Po si shpjegohet, se për shembull tek këto që nuk është gjendje, të paktën për mua, pra unë nuk është se kam një periudhë shumë të gjatë e pamotivuar, por janë ditë specifike dhe unë mendoj që ndonjëherë ju ushtroj shumë presion vetes, se i them, pse s'po ndihesh e motivuar për të shkuar në pilates, pse s'po ndihesh e motivuar për të bërë një ecje nga liçeni, pse s'ndihesh e motivuar. Dhe sforcon veten për ta bërë. Po, dhe push shumë veten time dhe ushtroj një presion. Pastaj ka ditë të tjera që ulem edhe them, it's okay. Si e motivuar sot për të bërë pilates, mos bëj. Nuk je motivuar sot për të dalë me shoqet, mos dil. Kjo e dyta. Një gjë tjetër, po. Unë nuk bëj kur presion vetes time, nëse nuk jam e motivuar dhe nuk do ta bëj atë gjë, thjesht dua të rri dhe nuk e bëj presion pse s'po e bën këtë, pse s'po e bën atë, sepse e kam bërë shumë më përpara dhe më ka çuar në pikën që më bënte të ndihesha më keq pastaj. Nuk është se më motivonte më shumë që ta bëj atë gjë. Që mora atë kohën time me qetësim, dashuri derisa të rilind prap. Unë një gjë tjetër që më demotivon është sepse mendoj unë nga fakti që një gjë tjetër që më demotivon është nga fakti që nuk e dëgjoj veten kur ndihem keq. Për shembull nëse vetja ime më thot, "Shikoj, je keq, pusho ose relaksohu." Jo, unë dua të çom ta bëj. Kupton, është diçka që më demotivon dhe nuk e bëj si duhet, pastaj bie në atë gjendje kështu dhe them, "Më mirë mos ta bëja." Kupton, edhe më demotivon për gjërat e tjera në vazhdim. Kjo që kam E di kur sekreti është që ti e di që je i pamotivuar dhe thjesht i thua vetes tënde që çau dhe bëje dhe pi. E pra unë këtë e kam bërë dhe më ka dalë më keq. Po në sa herë ka ndodhur që të kanë dalë keq. Më mirë marr kohën time, mbledh energjitë time, thras universin te unë edhe pastaj nuk e di për ju, por mua më heq shumë motivimi dhe rutina. Dhe kjo rutina është e di çfarë është gjëja që unë mërzitem më shumë me veten është kur jam e pamotivuar për të bërë gjëra që unë deri dje kisha luftuar shumë që t'i bëja. E zëm për shembull, ka shumë ditë që mua më kap demotivimi për të ardhur në punë dhe për të bërë këtë gjën për të cilën para një viti lutesha dhe kisha një energji të papar. Në ditë specifike, ja gjithmonë. Kisha një energji të papar, dhe një motivim të papar për të ardhur këtu dhe për të qenë the best. The best. Dhe vjen shumë inat se them, pse duhet më ndodhi mua kjo për gjëra që un kam luftuar shumë dhe kam qenë shumë stoike që ti kem ato gjëra. Do të i marrim të mirëqëna disa gjëra. I marrim dhe të mirëqëna dhe nuk i, do të nga që jeton për ditë dhe thua, ësa aty e kam, kupton dhe të kap ajo. Kemë frikën që mund ta humbas. Neve pse na ndodh që kur largohemi jashtë vendit, për shembull,
udhëtojmë ose diçka sikur ndihesh pak më kështu e relaksuar ose motivuar, sepse e largon mendjen nga gjëra që bën dhe kur kthehesh të mungon kjo gjë që po bën. Unë për shembull si dem që jam një dem që vdes për rutinën time dhe nuk e ndërroj me asgjë në botë. Por karta ime astrologjike ka shumë shenja zjarri që nuk rrin dot me një vend, kështu që un kam gjithmonë këtë luftën, më pëlqen rutina dhe pastaj është ajo që tha Kristalli, e marr rutinën për të mirëqenë që ose aty e kam dhe më demotivon. Dhe mundojmë gjithmonë që ta zgjoj veten time të them shiko Kisiana, do ta bësh. Nuk e pse ti je kështu, po që është okay. Dhe të kesh edhe ti nëse je pa motivuar në këtë moment është shumë okay të kesh ditë boring edhe ditë që nuk ke qef të bësh asgjë, por ditën tjetër do jetë një ditë e bukur. Është okay të jesh të mos jesh okay, pra është shumë okay. Nuk është të thënë ti ushtrosh presion. Ku di un prap mendoj që thjesht duhet të thuash vetes sot do çojmë të ta bëj atë gjë. Okej, Klea, përveç kësaj, çfarë duhet bëj tjetër dikush kur është i pamotivuar? Nuk është se ka një zgjidhje, se ti po kalon një periudhë të keqe që you're feeling down, edhe nuk është se ajo është me buton që tani ti do bësh diçka edhe do jesh prap e motivuar dhe e lumtur. Ti thjesht duhet të mbushësh mendjen vetes tënde dhe ajo që tha Ema dhe Rihanna, fake it till you make it. Po ka një gjë, për shembull, okay, fake it till you make it. Un nuk e di për ju, por kur jam e demotivuar, më pëlqen shumë që të flas me veten. Është si të flas me një shoqe. Po. Ju duket si çmenduri, por në të vërtetë ashtu është. Dhe thjesht e pyet veten, çfarë po të shqetëson dhe i kthen përgjigje vetes. Do të thonë ulesh dhe e merr veten si dikush që e ke përballë, që të reflektosh. Unë e gjej veten shumë mirë kur jam vetëm të flas. Po. Kuptoj pak më shumë rreth gjendjes time, se nuk e kupton dot. Ti ke shumë gjatë, unë thjesht ja fuz gjumit, ha ushqimin tim të preferuar, shoh ndaj film. Jo, flas në momente të caktuara, për shembull kur ke një fazë, si sa sot është ato ditët e mira. Po. Ditën tjetër, kur ke një fazë shpërthim, ta bëj tash me veten time. E kam fjalën, po është mirë të merresh me veten. Po ja marr bollmi, e kam fjalën kur lodha. Kur ke një fazë shumë, për shembull një vit që je në një gjendje dhe ulesh dhe bisedon këtë gjë. Këtë do thoja, se Klea tha, thuaj vetes çow ose ku di un pak më parë thash që është okay të kesh ditë jo perfekte dhe të kesh ditë që ti je mërzitur me çdo gjë dhe nuk të bëhet asgjë. Por problemi qëndron që siç tha dhe Ema, ti duhet i vendosësh disa frena vetes tënde që kjo një ditë të mos bëhet një javë, të mos bëhet një muaj, dhe të mos bëhet 6 muaj dhe më pas të kthehet në gjendje. Pra nuk duhet ta marrësh dash tek kitizi, se ka pasur raste ku un kam pasur një ditë jo të mirë dhe më ka vazhduar edhe të nesër dhe më ka vazhduar edhe një muaj rresht. Në një muaj rresht nuk është bërë asgjë. Nuk e di pse kjo gjë ndodh shumë në verë. Po a je çuar dhe ke bërë diçka? Jo, vera është. Mua më ndon në dimër, u bllokohem. Vera është shpëtimi im, do të thënë vera mund të jetë vetëm një periudhë vitit që unë ndihem e motivuar që nga ora 12 e natës deri në orën 12 të natës së ditës tjetër. Specifikoje pak, e motivuar për çfarë? Për koncerte, për plazh, e motivuar për çdo gjë, sepse për të ardhur në punë, pa motivuar. Jo, po sepse edhe puna jon revolves around going in the beaches, e kupton? I ti ikën në plazh. Po ne manifeston këtë verë, urojmë. Ne gjithë verën vjet. Ne gjithë verën vjet kemi qenë duke xhiruar në plazh. Por ishte e vetmja periudhë në këtë punë që unë çohesha dhe thoja, prap ishim për punë dhe punoj. Nuk ishte më motivuar, tisha me ju aty në plazh. Varet si e shef, se ndoshta për punë, për mund ta më kujtoj kjo shprehja. Prit, ta them edhe një gjë të fundit. Thuaj. Do thoya edhe një gjë, duke lidhur pak dhe me këtë që the ti. Se ne jemi në punë e duket sikur bëjmë qef. E ndonjëherë dikon shumë tek perceptimi që kanë njerëz nga ajo që shohin nga rrjetet sociale. Nuk është qef për zotin, nuk është fare qef. Mos i besoni fjalës që thonë nuk është qef. A merr i lekë aty? Nëse Kristalli, Ema, Klea dhe Kisiana që duket sikur kanë një jetë perfekte nga Instagrami, nga YouTube, kanë ditë boring dhe shumë të pamotivuara, edhe ti e ke, nuk ka. 4 nga 7. Ato 3 të tjerat janë me shtyme të motivuara. Nëse ne ndjem të pamotivuara dhe çka kemi bër? Çka kemi bër? Çfarë bëm? U mblodhëm. A bëm një gjë? Varet? Si e shef? Varet si e shef. Shifeni ju si e pamë edhe ne. Po.